Brother Radio. Mirëmbrëma të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Jemi live në Big Brother Radio me mua Atalanta Kurçikun se çdo të marrë të premte në orën 20. Për të gjithë ju që jeni duke na ndjekur nga komoditeti i makinës tuaj dhe jeni duke shkuar për në shtëpi, mos u shqetësoni, mjafton të hapni Digitalbin në My Music Television dhe aty të na ndiqni me zë dhe me figurë. Dhe menjëherë pas përfundimit të këtij emisioni do të mund të na shikoni në kanalin tonë të dedikuar në YouTube. Thon të gjithë ato, le të bëjmë ato që dimë të bëjmë mirë, të komentojmë Big Brother, të paguajmë për këtë normalisht. Tani më un kam të ftuar një mikesh të emisionit, një mikesh i cila ka qenë edhe një herë tjetër dhe ka qenë aq rendiment ajo puntata jona, saqë unë duke qenë se jemi duke shkuar deri në fundit nuk mund të mos a rimerja përsëri dhe me shumë dashamirësi prezantoj një figurë publike si Tea Dupi. Tea, përshëndetje, si je? Mbrëma, mirë gjithë. Mbrëma, si të kam Tea? Mirë. Falenderoj shumë që erdhe dhe që do na bësh ato komentet të tua brillante. Tea, jemi duke shkuar deri në fundit të Big Brotherit, si të janë dukur këto muajt e fundit, nëse mund të bëjmë një emërues të përbashkët. Po mirë, loja është bërë shumë dinamike, sigurisht që ato janë në fund të një spektakli, në fund të një rrugtimi, shoh keqardhje, shoh që po duan ta shfrytëzojnë çdo moment. Edhe e kanë komentuar, dhe sigurisht që do t'i kthejnë jetës së përditshme, është një eksperiencë e jashtëzakonshme dhe e din që nuk do përsëritet më. Kështu që mendoj që edhe po luajnë fort për çmimin, sepse është një garë që nuk të garanton asgjë. Aty lëvizin kuotat nga dita në ditë, kështu që ka dinamik. Mendova që do ishte e qetë, po ka dinamik edhe po lozin fort. Cilat mendon që kanë qenë momentet më të bukura dhe jo më të bukurat të këtij sezoni? Po tani ka shumë, është një sezon i gjatë. Megjithatë, mendoj që gjërat më të bukura kanë qenë momentet e sfidave të bukura, realizimi i lojrave, fitimi i legëve, rrëfimet emocionale, individuale të personave, momentet kur se herës njeriu del edhe nga loja, është nostalgjik për gjërat që ka lënë jashtë, për jetën e vet. Pak kanë folur, në fakt. Duhet flisnin më shumë. Unë mendoj që pavarësisht nga mosha dhe nga karriera që kanë, njerëzit kanë gjëra individuale, të cilat ndonjëherë edhe me dashje i shpreh në një ambient, se ato tashmë quhen miq, kanë u bën kohë tani, duhet të dish që janë 24, edhe jam e sigurt që mbasi të mbaroj kjo lojë, do thonë që nuk e tham këtë. Ka shumë gjëra në jetë që njeriu është bukur kur i ndan, edhe ka gjithmonë mesazhe të bukura, ndjesi të bukura që ti i ndan me të tjerët. Unë nuk jam tipi që më pëlqejnë që gjërat gjithmonë ti mbash për vete, se të duket se je më interesant për të tjerët. Është mirë që tjetrit njohë edhe në ndjesi, edhe në ca momente të dobta, s'ka si gjë të keqe. Ajo e formon njeriu edhe e bën më të bukur edhe kur është i fortë. Këto ka munguar në sytë tuaj. Unë mendoj që po. Do të flasim pas pak në pjesën tonë të dy, duke qenë se pjesa e parë fatkeqësisht ishte shumë e shkurtër. Miq, do të flasim për cilët janë ndukur Tea si kandidatë më të fortë dhe më të dobët të këtij sezoni. Na ndiqni. Max Optica gjithmonë e para në ofrimin e stileve më të reja, prezanton koleksionin e ri Spring Summer 2025 të syzeve të diellit. Eksploroni modelet më të fundit nga markat më prestigjioze, ku stili, teknologjia dhe komoditeti janë të garantuara. Gjeni syze perfekte që i përshtaten nevojave dhe preferencave tuaja. Këtë sezon, Max Optica ka një super ofertë deri në 50% ulje në të gjitha modelet e syzeve të diellit dhe optike për femra. Ndaj nxitoni të përfitoni. Max Optica, Max Vision. Falenderoj Max Optica për mbështetjen e vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Tea Dupi, ishim duke folur pak më parë për kandidatët më të fortë dhe më të dobët të këtij sezoni. Nëse po të bëjmë një përmbledhje, cilat janë ato? Qoftë ato që mund të jetë larguar, për shembull që kanë qenë fort, mund të jetë larguar me zartësi, kupton? Shiko, secili nga banorët që ka qenë aty, edhe nga ato që janë larguar, kanë pas ngjyrat e veta. Po kjo është një lojë. Dhe si një lojë për rrethana të ndryshme, ose zarfizi, ose një nervozizëm i momentit, apo një situatë e cila nuk është kaluar si duhet, kanë dalë. Kështu që në kuadrin e lojës, për sa kohë kanë dalë, le të themi quhen lojtar më të dobët, se unë për shembull Amberin e kam parë lojtare shumë e fortë. Amberi ndoshta e humbi atë
ritmi në momentin që doli, por Amber ishte njëri që përballej, kishte edhe humor, ishte shumë interesante dhe unë do doja që të luante më shumë me të gjitha temat që e ngacmonin atje brenda në lojë. Se ti kur merr përsipër të futesh në një lojë, duhet të dish me veten që s'ke më komplekse. Dhe nëse dikush të ngacmon në pikën tënde, po le të themi më të dobët, aftësia jote është ta kthesh atë në pikën më të fortë. Më të fortë, po. Kështu që ka pas situata për cilat Amberit nuk janë fal për mua, për mendimin tim, që është prekur nga disa ngacmime që unë i kam thënë një herë për shembull. Gjesti ose dikush nga ato banorët i ka thënë që ti bën striptease. Unë i thash, po kjo është gjë shumë e bukur. Ti duhet i kërkuar produksionit një shkop, një tub, edhe të bëj aty shfaqje. Dhe më beso dhe jam e bindur që do ishte një gjë shumë fani. Kështu që por iku ashtu ndodhen gjërat, ka qenë vetëm një moment dhe rikthimi pastaj sigurisht që të bën më të dobët. Gjithmonë më të dobët. Secili nga ato që është futur bëhet më i dobët pikërisht për shkak të informacioneve që ka. Pra nëse ne mendojmë që ai ka informacione dhe tani do luaj më bukur, jo. Unë mendoj që informacionet konfuzojnë më shumë. Se është më bukur kur ti nuk di edhe luan gjithmonë me atë që s'di dhe provon veten. A jeti një parashikues i mirë i marrëdhënies apo i lojës aty apo ti dështove nga fillimi deri në fund? Ose je sinqert, atë që do ta thuash dhe nuk digosh dot nga opinionet. Loja nuk është për të qenë i sinqert. Loja është për të qenë lojtar. Aty vlerësohen lojtarët. Pra ti nuk e ardh në Big Brother për të treguar, le të themi, veten në dimensione sinqeriteti. Ato janë brenda lojës, janë dhe brenda personit. Se në 3 muaj aty ti je vetvetja, pa diskutim. Sado që ti e di që ka kamera, je i lodhur, zgjohesh mëngjesi e ti, vjen dreka apo je ti, nervozohesh je ti, kështu që nuk mundesh ti të rish tash 3 muaj. Ti je në situata në lojë, po pjesa tjetër je ti. Dhe se cili nga ato ashtu është edhe jashtë, pa diskutim që ashtu është edhe jashtë. Ndërkohë që regjia përgatit video numër 1, unë bëj një pyetje tjetër Teas, e cila është në lidhje me çiftin kontroversial si Gjesi dhe Egli, një çift të cilët brenda një dite mund të themi që bëjnë një telenovel të plot. Duket sikur Gjesi ka kërkuar asaj që të flenë bashkë, mendon që ka qenë ndjenjë apo lojë nga ana e tij? Po unë mendoj që Gjesi gjithmonë i ka kërkuar të flenë bashkë dhe madje e ka thënë të hapur. Gjatë gjithë rrugtimit që ato kanë pas si çift dhe kërkesës së Eglit për ta pranuar këtë marrëdhënie, se Egli këtë ka kërkuar gjithmonë. Për shembull, pse ti më puth poshtë organit dhe nuk e bën sipër, pra pse ti nuk e pranon që ne jemi çift? Se ti sillesh si çift. Kjo është domethënia e asaj që kërkon Egli. Ti sillesh si çift, por nuk e pranon që je çift. Dakor? Dhe është një luftë e vazhdueshme e saj, që ai ta pranoj këtë gjë dhe ai thot po, është nusja jem, gruaja jem, e du, e dashura, për qafi, e dashura, unë jam e të bëhet në lojë agresiv se unë e dua, kjo është e jemja. Pastaj doj që të flejmë bashk. Pastaj thot që shiko, mbetet këtu. Ai ka kërkuar vazhdimisht që ne të ishim një çift për lojë, pra të bënim një histori të bukur dashurie për lojë këtu, por pa kërkuar vazhdimsi jashtë. Pra, në fakt, ai në mendjen e vet ka qenë i qartë çfarë do. Egli nuk ka dashur këtë. Egli ka dashur një çift dhe një marrëdhënie reale. Pra, unë të dua të përgjigjem të broj, por unë e dua realisht këtë marrëdhënie. Sepse ka kërkuar vazhdimisht që çfarë do bëjmë jashtë, a do më kërkosh jashtë, a do lidhem me jashtë. Se Egli pa diskutim është më e pjekur, është më Dhe kush përfiton nga këtë dy? Më me këmbë në tokë. Ajo vazhdimisht thotë që mbase ti je në presion, ja bën më të lehtë që ai ta pranoj. Mbase ti je në presion, po kur dalim jashtë është një botë tjetër, do të na japësh mundësinë që të njihemi. Unë mendoj që ai ka ide të qarta dhe i ka thënë që nuk do. Kush përfiton nga të dy për idetë që të konsiston Gjesti, domethënë në rastin konkret që ai ato do, ato po merr, sepse Egli nuk po merr ai. Edhe ai është i lënduar nga kjo marrëdhënie. Shikoj, ai lojën kjo është një telenovel interesante që publikun e mban të bërthyer. Telenovelat këto kanë 35 seri, nuk puthet ai tjetri, e kupton? Është qefi i madh, u afrun, po, e kupton? Se shikoj se më duket e preku nga dora. Njerëzit për këtë i shohin telenovelat, kështu që ata kanë bërë një telenovel të bukur, por në të vërtetën e tyre, unë nuk mendoj që kanë lujtë dhe nuk kanë ndjenjën edhe të pëlqimit dhe të gjës. Më e vërtetë është Egli. Ndërsa edhe ai është i vërtet për aq sa do ai.
Por ai sa do ai vërtet është. Ai se ka më kur që e pëlqen. Ai se ka më kur që e do afër, ai se ka më kur që do të flej me të, sepse në fundit ai merr një energji shumë të mirë aty. Kështu që është nuk është më i acaruar, është më i kthjellur për të luajtur në lojën e vet. Por asnjë gjë s'ka siguri në këtë jetë. Ndonjëherë njerëzit thonë dhe jo dhe s'është në xhudi dhe edhe të njihen edhe të përfundojnë. Asnjë gjë s'më bën përshtypje. Do të thënë nuk mund të përjashtojmë asgjë. Ai mund të jetë rezistent në jonë e vet, por never si dihet. Ndjekim video numër 1 dhe komentojmë sërish në studio. Dëgjon gjoti se unë nuk dëgjoj. Jo, nuk dëgjoj gjë. E klish në gjumë ndërkohë? Po, besoj. Okej, regjia e heqim, duke qenë se nuk është se edhe ne kemi pak interferencë në kufje. Po flisim pak më parë. Ai ka kërkuar vazhdimisht që të kenë seks. Se ka thënë, nuk kam 6 muaj dhe kjo i ka thënë me të drejtë që çfarë punë kam unë. Pyetje paraprake që do të bëja. Po pra, që çfarë punë kam unë se ke 6 muaj. Teksa unë ai i tha që nuk dua më puthje, dua diçka më tepër. Ndoshta i referohet seksit ose marrëdhënieve intime, domethënë nëse mund të themi pak me gjumë. Dhe është paralelja që hiq me Jozin, që i thotë. Mendon që do ketë diçka të tillë këto javë në fund, nëse do jenë gjithmonë të dy në finale? Jozi i thotë vazhdimisht Loredanës, e mban larg. Se unë jam mashkull, i thotë, unë s'to dua afër, se ti duhet kuptosh një jetë e mia. Se normal tash janë të afërt atje, sikur të puthen, për qafohen. Jozi nuk e bën përpara kamerave, për shkak të mentalitetit, për shkak të respektit, për shkak që ka një premtim edhe për familjen e Loredanës që është më i tërhequr, më i pjekur pa diskutim, do të thotë Gjesi s'ka problem. S'ka problem fare, edhe po ta bëj. Tani nuk është më pse Gjesi kërkon. Nëse do je dakord Egli, mund ta bëj edhe ta lër aty, mos i kërkoj më llogarisë, s'ke çaj kërkon një njeriu që vazhdimisht të thotë që unë e ka thënë dhe edhe dje dhe pardje, unë dola nga këtu, ja bën sikur s'dëgjon, kur i thotë çfarë do bëjmë kur dalim nga këtu? Kështu që ajo do bëj atë gjën që e bën atë të ndihet mirë. Pra nëse ajo planon se thjesht e do dhe do ta çojë këtë marrëdhënie deri në fund, është okay. E rëndësishme në vendimin e saj për po dhe jo është që ajo mos lëndohet. Kaq. Kjo është diçka. Okej. Atëherë pak a shumë po flisim pak më parë dhe për Jozin dhe Lorin, duke qenë se edhe ato janë një çift në krizë, nëse mund të themi në ditët e fundit, referuar kujt prej këtyre dy konkurrentëve. Jozi me sa shoh e mban larg. Nuk do ta ketë afër. Nuk do ta ketë afër që të flejnë, të rrinë. Mendoj që s'ka ndjenjë, s'ka gjë. Jo, nuk e ka. Unë mendoj që ai e pëlqen. Jo, nuk mund ta them. Mua më duken real. Më real se ata do ta shohin njëri tjetrin jashtë. Super. Patjetër, ai nuk do pra pikërisht për këtyre ndjesive. Pra Gjesti është edhe më lojtar. Afrohet dhe thotë pse mos ta kem. Ndërsa ai është më i real. Ndërsa ai thotë ne kemi për jashtë jetën. Sa jemi aty, pse mos presim. Kështu që dhe mentaliteti i Jozit nuk e lejon. Nuk e bën dhe e ka thënë që unë nuk e bëj. Flektu dhe ikmoj goce, vazhdimisht i thotë, ikmoj ja kupton ti që unë kam ndjenja e. Megjithatë, shpeshherë më duken fani, shpeshherë Jozi është dhe në lojë. Loredana është më e përfshirë, pa diskutim. Loredana është gjithmonë në luftë, e kam thënë ndërmjet ndjenjës edhe mendjes. Kam përshtypjen që nuk e do dhe një tip si Jozi. Mendoj që por është një marrëdhënie që duhet të dishësh me kamera. Po, normalisht aty ndikosh. Asnjëri nuk e shpreh dot atë që ndjen vërtet dhe atë që do të bëj vërtet. Në jetën reale ti je më e lirshme për t'u njoftë, për të shpreh, për. Kështu që ajo marrëdhënie duhet të parë jashtë. Pas pak në pjesën tonë të tretë, miq, duke qenë se jemi në fund të pjesës tonë të dytë, për vazhdimin sepse kush mendon që do shkojë ndoshta njëri nga të dy apo të dy në finale. Bisedojmë pas pak me Tea Dupin.
Po kërkoni për një studio arkitekture që do t'ju krijojë një shtëpi të bukur, moderne dhe që nuk duket sikur është projektuar nga një fëmijë me stereolapsin e parë që ka gjetur. Do një shtëpi me dritë natyrale? E bëjmë. Do një zyrë që duket sikur sken filmi dhe jo si një kuti kartoni? As që diskutohet. Ne jemi ato që duhet të telefononi. Projekte interieri, eksterieri, projektojmë shtëpi, biznese të ndryshme, vila, restorante, pallate dhe çdo gjë tjetër. Na kontaktoni në rrjetet tona sociale, nimano.architecture në Instagram dhe Facebook ose në numrin tonë të telefonit 069 20 40 201. Falenderojmë Nimano Arkitektën për mbështetjen e Big Brother Radio. Te Adopi jemi gati të lançojmë temën e ditës së sotme, në të cilën komentuesit tonë kanë komentuar në rrjetin tonë social Instagram rreth përgjigjeve dhe më pas marrim normalisht dhe përgjigjen tënde që është krem de la krem në fund. Regjia, përgatisim temën e sotme? Okej. Kush shkon finalet ea? Ta zbuloj unë temën e sotme meqense kemi problem teknik, më thuaj? Po, tani dy vende janë. Kështu që gjesti pa diskutim, po, edhe mendoj që Gerta. Më së shumti. Ajo që, çka ka gjesti Gerta? Gjesti Gerta që e merr të finale, po të kishte një të pesë Egli, po. Po të kishte një të pesë Tea. Shiko, është çështje këndvështrimesh. Fakti që Egli sipas pjesës që e do pa diskutim, ka lujt fort edhe ju duket se ka dhënë shpirtin në atë lojë dhe është me gjestin dhe duan ta shohin me gjestin. Tham telenovelat, vdesin për çifte, dhe aty ku s'ka i krijojnë do vetë. Do ta krijojnë. Kështu që duan që t'i shohin bashkë, se i duan bashkë. It's okay, nëse ato votojnë, del. Unë në guston time më shoh njerëz ose në meritën tënde? Po jo fare, unë shoh njerëz të tjerë që e meritojnë. Aty më pëlqen Danja shumë. Gozë bukuroshe, po hyri me shumë dignitet, e çoi lojën deri në fund me dignitet. Do me thënë, pa pas nevojë me kriju një çift, edhe pse është e lidhur jashtë, por as për lojë, i ka pas kufijt me secilin, nuk është se s'ka pas debate, ka qenë një shoqe shumë e mirë. Unë bëra edhe një postim me humor, biseda që ka pas me Eglin, i ndonjë afër, dhe i ndonjë mendoj që s'kishte lidhje me lojën fare, po si një shoqe e mirë, cilën sigurisht Egli si çdo gjë e hedh në plera, se në fakt për të loja është më e rëndësishme. Loredana më pëlqen shumë, është një gocë që vërtet njerëzit nuk e njoftën jashtë, por edhe një histori dashurie lujti me dinjitet, edhe ndjenjat e vet ai pati të pastra, pati një marrëdhënie dhe një linjë jete që më ka pëlqyer shumë për i vërtetës, dhe edhe një familje reale, nga ato që s'ta pëlqejnë lidhjen, pastaj del mami dhe e pranon dhe pastaj kanë probleme me çiftin. Më shduk një histori më interesante. Mua më ka ngacmuar më shumë. Këto. Dhe memet e saja pastaj edhe kanë bërë bujë. Të fortat e saja që janë aty shumë karizmatike si personazh. Shumë e këndshme. Dhe duket që ka një energji të mirë. Dhe pse jo? Dhe nuk është e vërtet, unë nuk e krahasoj me gocat e viteve të kaluara, jo Beniada, jo, secila ka pas karakteristikën e vet. Asnjëra s'ka histori të njëjtë, kështu që po ka një të vërtet. Vin nga një kulturë tjetër për cilën ne kemi nevojë, vin nga një qasje tjetër në raport me njeriu, me të dashurin, me jetën, për cilën ne kemi nevojë, janë goca të rritura pa komplekse, që edhe mungesa e artikulimit të fjalisë apo të mendimit apo të përballjes fortë i ka bërë shumë interesante. Është vërtet. Kështu që janë modele të mira, nuk është se janë zgjedhur një se meqense kanë ardhur. Ato kanë qenë një model shumë Beniata ka qenë shumë e lezetshme kohët e fundit që do vinte finalja. Ajo tani s'po kujtoj. Jori. Po. E bukur adheu te ka lujte, lojrat i bënte, tani këto janë lojrat. Secili luan në mënyrën e vet dhe nuk është e thënë që duhet të jesh patjetër në një histori të fortë telenovele që njerëzit të duan. Ti vjen ashtu me natyrën tënde. Ke ngjyrën tënde. Dhe mua më pëlqejnë dhe sigurisht do zgjidhja njërin nga të dyja përpara Eglit. Do ta zgjidhja. Do ishte shumë interesante. Më thuaj. Meqense njerëzit do lexojmë pak përgjigje dhe do vazhdojmë, Njerëzit të vdesin për këtë unazën se ju duket se po martun këto do dalin finale. Më thuaj. Nëse do kishte Egli, ai gjesti do ta thy kutinë e unazës, edhe do thoshte. Ka një finalist fest. Po. Këtë parashikon Tea. E bukur. Është një nga ju të dy, pra ti ose Egli në finale. Dhe një nga 3 banorët që do ta zgjedhësh ti më një herë. Pra gjesti ose Egli të nxjerrë finalist. Ose veten me Egli,
me që theu kutin e Unazës, ose një nga banorët që kanë ngel ta zgjedhë ai. Veten dhe Eglin, po thua. Jo, veten ose Eglin. Ose vetëm se Eglin. E bukur. Kjo ishte si presja aty që ndryshon tërë. Nëse ai thye kutin e Unazës, të vër veten ose Eglin finale. E bukur kjo. Pa diskutim që të zgjidhi veten. Pa diskutim. Pa diskutim, ë. Por do ishte shumë interesante për publikun. Po do ishte interesante. Kjo do ishte televotim, ë? Po. Ose ti ose Egli do ta zgjedhë ai, do mblidhen dhe votat e publikut e të shpallet. Po. Meqense duan telenovel ta çojnë deri në fund. Të vazhdojmë përsëri pjesën e 4, duhet të më thosh më shumë për nesër çfarë do ndodhi në Prime-in e sot e nesër në 21:15 me Ledion Liçën. Ndërkohë kemi publicitet, rikthehemi sërish. Amis Beauty ka sjell shampon më të re, shampon kundër zbokthit dhe e di që po bën nami. Një formulë e avancuar me përbërës natyral që trajton shkakun e zbokthit, jo vetëm simptomat. E testuar në një nga laboratorët më të mirë italian, kjo shampo eliminon zbokthin, kruarjen dhe përmirëson shëndetin e skalpit. Shampo universale e përshtatshme për femrat dhe për meshkujt. E gjeni në Instagram Shqipëri, Amis Beauty Official dhe në Kosovë ks.amisbeauty për blerje nga e gjithë bota www.amisbeauty.al, si dhe në pikat e shitjeve të autorizuara nga Amis Beauty. Powerful Formula, proven results. Falenderojmë Amis Beauty për mbështetjen vazhdueshme ndaj Big Brother Radio. Te Dupi. Si mendon, do ta blejmë shampon e Amisit? Po patjetër. Ta vazhdojmë. Normalisht ne të dyja si bjonde që jemi do të kujdesemi shumë për flokët tanë. Tea, ishim duke folur pak më parë për Loredan dhe Ozin, folëm për Gjestin dhe Eglin. Tani më kemi ngelur për dy finalistët që cilët janë shpallur si finalistë të Big Brother, Rozana dhe Laerti. Mendon se mes tyre ka pasur një strategji bashkëpunimi që nga fillimi deri në fund ku jemi tani më? Po thuaj sa për fundit. Në fakt mua do më pëlqente që të kishte pas. Se ka dhe aty një mesazh, dy miq të mirë që ndihmojnë njëri tjetrin. Dhe nëse kjo është vërtet, bravo për të dy. Që arritën e para të çorientojnë publikun dhe banorët, ta njifen, kanë pi 2 kafe, 35 kafe, dhe sa njifen dhe akoma nuk kanë marrë një përgjigje. Kjo tregon që janë dy aktorë të jashtëzakonshëm. Dhe që e mbështetën njëri tjetrin për finale, respekt. Po nëse ato të dy do të ishin në një podium, në podiumin final, si dy finalistët e fundit për të fituar njëri prej tyre Big Brotherin, kush mendon se do ta fitonte? Po Laerti e di shumë mirë që e me Rozana. Me Rozana. Po nëse është Rozana dhe Gjesti? Janë të dy lojtarë të fortë. Pra pyetja është kush fiton Big Brotherin në rast se do jetë. Unë nuk di ta them këtë. Nuk ke një parandjej? Mendon që mes së dyve do të jep podiumi final? Mendoj që po. Janë dy lojtarët më të fortë të këtij edicioni. Rozana absolutisht, jo vetëm me karrierën, po me gjithë ngjyrat e veta, njëri që s'ka pas fare komplekse të flasi për jetën e vet, për ndjesi shumë të veçanta që është e vështirë të flasësh aty për marrëdhënien, për marrëdhënien me partnerin në gjithë dimensionin e vet, për dëshirën për fëmijë, për luftrat e saj dhe për hir të vërtetës është një vajzë që ka një jetë interesante dhe një karrierë dhe një luftë madhe që e ka bërë dhe nuk ka pas asnjë kompleks që ta flasi aty. Laerti gjithashtu është një aktor i mirë, Gjesti ka luajt. Ka shumë ditë, ka luajt edhe për te raportit që ka me Eglin, sepse dëgjoj shumë komente që thonë Egli e solli deri këtu dhe pa Eglin ai ishte një hiç, nuk është e vërtetë. Edhe Gjesti ka luajt shumë, është një djalë energjik. Pra më kujtohet Arbri që tha, hajde se janë javët e para do ta shohim, po ai tregoi që shkoi deri në fund, shkoi në fund, sepse ai duhet të jetë ashtu tip energjik. Pra mes këtyre do të jetë. Ka luajt, ka bë gjërat e veta, shikoj brenda dhe natyrës së vet, por edhe humor ka sjell në shtëpi sa të duash. Kështu sfidat i ka pas çik problem, nuk është se i ka kryer. Që është një element shumë i rëndësishëm në një lojë, ndërsa Rozana s'është tërheq, e ka bërë. Megjithatë janë të fortë të dy. Te do ta vendosi vetëm publiku me votë dhe kjo është pak po e sigurt për te aludimeve dhe çfarë thuhet në rrjet, ka një kompani që i kontrollon. Lërini komentet në për Instagram edhe në komentet TikTok. Bëjnë të tyre, normalisht. E vetmja gjë që e ndan është vota. Te atë falenderojmë shumë, ishte shumë e këndshme. Ishte kënaqësi. Faleminderit që gjithmonë ke qenë e gatshme për Big Brother Radio. Kënaqësi. Mish, ishte gjithçka për sot. Ju falenderoj shumë që na ndoqët në këtë puntat të Big Brother Radio. Mos harroni nesër kemi Prime-in me Ledion Liçën nga Una Talent Kërçyko, natën e mirë.